I ftuar në emisionin Shqipëria voton, Gjirokastra zgjedh, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër, Tritan Shehu, shpalosi një pjesë të programit elektoral të koalicionit për Shqipërinë madhështore, që sipas tij synon në zhvillimin e vendit. Shehu i ftoi zgjedhësit të votojnë në 11 maj numrin 1 dhe kandidatët për deputet të këtij koalicioni. Programi jon është një program i gjerë, realisht. Berisha po e shpalos. Thash, do ishte një bisedë shumë e gjatë ta vazhdo të thoj atje, po do të them ca gjëra kryesore, padyshim, që ndahet në dy element. Në element e emergjencës dhe në element e zhvillimit. Se si u thash, ka elemente emergjente që duhen zhvilluar. Elemente emergjencës lisen qoftë nivelet ekonomike, financiare, sociale. Unë pata i takim shumë të bukur para pak ditësh me një grup shumë të gjerë pensionistësh në Përmet. Të martën do kemi tjetër të tillë me Maliaj. Një situatë katastrofale pensionistë. Shiko, ç'a ndodh? Një pension qesharak. Një pension i ndarë në dy shtresa, fshat dhe qytet. Njerëz janë kudo një lloj. Një pension i cili nuk del as për ilaçet. Do vi se unë ana shënësore janë dhe më mirë ndoshta. Miksore desha them. Sanitare. Pensioni që ditën e parë minimal do 200 euro për njeri, nuk do ketë, ma shu si nuk do ketë niveli jetese kompensuar ndën 200 euro për njeri. Dhe pasaj rritja e tij do të për çdo vit 20%. Kjo është minimale që bëhet për pensionistët. Po nuk është vetëm kaq. Sot ç'a ndodh për pensionistët? Pensionistët janë shtresa padyshim që ka nevojë më shumë dhe për shërbim mjekësor. Ka nevojë për medikamente, është normale, është njerëzore. Ju dini që në Shqipëri rreth 30% e nevojave bazë të popullsisë për medikamente realizohen nga medikamente që vijnë nga jashtë me çanta, që i dërgojnë familjarëve të tyre, fëmijët, niprit, mbesat për të mjekuar. Pse ndodh kjo gjë? Ndodh për dy arsye. Ndodh padyshim për anë ekonomike, se në Shqipëri rimbursohet, medikamentet rimbursohen ndën deri në 40%. Në Shqipëri importohen rreth 300 milion euro medikamente në vit dhe vlera e rimbursimit është rreth 110 milion euro në vit. Pra ku shikoni se sa pak rimbursohen. Kurse në vendet e Bashkimit Evropian rimbursohen 95%. Ne do të rimbursojmë sa rimbursohen në vendet e Bashkimit Evropian. 95%. Po nuk është vetëm kjo. Është gjëra tjetër. Në Shqipëri është mbushur me fake drugs apo medikamente jo sigurta. Sepse ta shkatruan ligjin që ishte në 2014, kam qenë unë nga ata që kam punuar për ligjin 2008, dhe që ishte deri në 2014 një ligj i mrekullueshëm që siguronte sigurinë medikamentoze në Shqipëri duke vendos po ato standarde, po ato certifikim nga organizmi evropian apo amerikan që kanë vendet e Bashkimit Evropian. E shkatruan dhe hapën dyert për medikamente jo të sigurta, duke mbushur veçanërisht zgjedhjet e para e dyta në listën e rimbursimit me këto medikamente. Are qytetari i shkret detyrohet të kërkojë një medikament sigurt, do paguajë nga xhepi. Sa i ngeli pensionisti për të tillë? E para. E dyta, nuk do ketë thashë përpara diferencë pension fshat qytet. Do unifikohen. Në Maliaj, për shembull, kemi një numër të madh ish minatorësh. Unë kam ngritur sa herë, ne kemi paraqitur në parlament 2 herë projekt ligje për pension të veçantë për ata njerëz që janë atje. Jo, sepse ata i takon, ata buhen nga patologjira të rënda pulmonare veçanërisht. Shkak të punës. Të punës kanë dashur, minat e qymyre, minat më të vështira që bëhet. Dhe kemi kërkuar të miratojë statusi minatorit. E kanë rrëzuar me përbuzje. Herën e parë thanë që do miratojmë një status të përgjithshëm, që se miratuan kurrë. Herën e dytë e rrëzuan ligjin dhe nuk e bën kurrë. Do miratohet absolutisht statuset e profesionet të veçanta për pensionistët që kanë punuar në sektor të vështirë. Si janë efektet e turizmit në ekonominë shqiptare, në të ardhurën e qytetarëve, në të ardhurën të xhep të qytetarëve? Katastrofale. Pse? Shiko, në vitin 23 pati një boom numerik të turistëve. Duke llogaritur ata, ishte llogaritë e tyre, po hajde. E di sa influencoi ajo në prodhimin bruto të vendit, në GDP-n? 0,7%. Shifër qesharake. Pse? Se turistët që vinë në Shqipëri konsumojnë kryesisht gjërat importuara. Sepse qumshi vjen si qumë shprur nga Serbia. Sepse zarzavatët vinë nga Maqedonia.
Sepse Rama shkatroi pikrisht mbrojtjen e prodhimit vendas me Ballkanin e hapur që bëri.